Zhytësit kosovar pushtojnë humnerën e kaltër në Dahab të Egjiptit. Arbër Krasniqi, regjisori i sporteve ekstreme, instruktori i skijimit, zhytjes, paraglidit, alpinist, ligjërues në Fakultetin e Arteve të Universitetit të Prishtinës, më 10 mars 2025, ka pushtuar greminën e kaltër në Dahab të Egjiptit. Humnera e kaltër njihet si vendi më i rrezikshëm për zhytje në botë. Më shumë se 200 zhytës profesional kanë humbur jetën në përpjekjen për ta pushtuar harkun e kaltër, i cili gjendet në më shumë se 60 metra thellësi. Eksploro me mua titullohet seriali dokumentar të cilin Arbër Krasniqi e kishte nisur që nga shtatori 2024, kur kishte marrë pjesë në garat prestigjioze të kampionatit botëror të paraglidit Monroe 2024 në Utah të SBA. Kërshëria dhe nevoja për të ditur është natyrë e dytë, jo vetëm e imja, por edhe tër popullit tim. Nuk më mjafton vetëm të eci nëpër tokë, më duhet ta përjetoj fluturimin e shqiponjës nëpër qiell. Më duhet të zhytem në thellësitë më të mëdha të detrave. Dhe është qëllim i imi që këto përvoja të mia t'i ndaj me të tjerët përmes artit kinematografik. Uroj që së paku do të mund t'i inspiroj edhe ata të rinj të cilët ndajnë pasionin dhe kërshërinë time për t'i kaluar horizontet.